Zoti Islami, si e keni parë vizitën e kryeministit Edi Rama në Izrael? A mendoni se këto janë lëvizje në mënyrë që ai të ketë një ftesë në shtëpinë e bardhë, pra dhe të garantojë pra atë që tha dhe në kuvend që do ta afirmos në shtëpinë e bardhë, pra ftesën për antarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes? Këto janë përpjekje të një njeriu që është duke u mbytur dhe kapet për lesh të kokës që të shpëtojë. Edi Rama është i mbaruar. Është i mbaruar sepse njëherë në shtëpinë e bardhë ta harroi ai se s'ka për të vajtur kurrë sa të jetë gjallë. Po ai mund të shkojë në Amerikë për të paraqitur para FBI-s dhe para gjykatës amerikane për bashkëpunimin e tij kriminal me grupet kriminale të narkotikëve në gjithë botën, me Sinaloan, për të paraqitur dhe për të dhënë llogari lidhur me korruptimin dhe rekrutimin që i ka bërë me Gonigallit. Ai ka shumë llogari për të dhënë në Amerikë. Dhe ai këto i thot, qoftë tani që ka vatur në Izrael, qoftë kur është dhe këtu në Shqipëri, këto gjëra i hedh shashka për të mbajtur rreth vetes akoma simpatizant të tij dhe për të mbajtur akoma vetëm me shpresë se diçka mund të bëhet. Cilat janë këto lëvizje që ishte në Shqipëri, priti vajzën e Donald Trumpit, një ditë më pas ju ngritën nervat, ndërkohë që do duhet të ishte i relaksuar, dhe më pas u thon për në Izrael. Pra, ata thash që në fillim që janë lëvizje të një të mbytur që kapet për flok të shpëtoj. Po ndoshta mos ketë siguruar diçka për në shtëpinë e bardhë dhe bën thjesht teatr. Dëgjoj, në politikë dhe në biseda për opinionin publik nuk flasim me ndoshta. Do flasim dhe do gjykojmë mbi bazën e atyre që shikojmë dhe që dëgjojmë. Dhe praktikisht Edi Rama zotëri është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i shtën tull fare tull, që je i dënuar në Amerikë zotëri. Dhe ai prap kërkoi që të shpëtojë dhe kërkoi që nëpërmjet Izraelit, me që nuk e qasën nga dera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje nuk e qasën as jashtë oborrit, kërkoi që të futet nga penxheria nëpërmjet Izraelit. Jo, nuk është i dënuar, që të jemi të saktë, nuk është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dyshohet se është i përfshirë në dosjen e Charles McGonigal. Jo, i është thënë që është i dënuar. I është thënë zyrtarisht që është i dënuar. Unë nuk flas gjëra të padëgjuara. Dhe nuk kam shpikur unë, edhe nuk kam marrë informacion nga Amerika, informacion ishtë këtu. Pra, do ishte, Zoti Islami, do ishte komunikuar nëse do kishte i mas dënimi, që t'jemi serios tani. Do ishte komunikuar që do kishte i mas dënimi. Në këtë rast, i gjithë thelbi i diskutimit është që Edi Rama këtë shqetësim e ka, sepse nuk i afrohet Donald Trumpit për faktin që Donald Trumpi ka në tryezë dosjen e Charles McGonigal dhe i kanë thënë ky njeri është problematik dhe si mund ta ftosh këtë qoftë në forumin e Davosit apo qoftë në shtëpinë e bardhë. Forumi i Davosit u bë gjasme po u deklaruar që është organizuar dhe u organizua për të ndihmuar rimëkëmjen e Gazës. Kush e shëmbi Gazën zotëri? Kush i la fëmijët e gratë dhe pleqt palestinez rrugëve dhe zbathur nëpër dëborta? Dhe tani pa pikë përgjegjësie ftohet Netanyahu në forumin e Davosit që të filmosë rindërtimin e Gazës. Çan këto mor. Po çan këto i ha njeriu i ndershëm këto? Njeriu me 5 para mend në kokë? Jo zotëri, jo. Kësaj thon që të vrasësh natën dhe të qash ditën. Dhe për këtë do përgjigjet dhe për këtë ishte dhënë urdhri arrestit për të shkuar në Hag. Dhe do shkojnë në Hag. Nuk do arrijë Netanyahu. Zoti Islami, të përqendrohemi te Edi Rama, nuk na duhet Netanyahu në këtë rast. Fola derës të dëgjoj penxheria, unë të gjitha këto i kam për Edi Ramën. Edi Rama zotëri shkon në Izrael se do që nëpërmjet Izraelit të rregullojë marrëdhënien me Amerikën. Nuk i rregullon dot. E garantoj unë atë dhe gjithë shqiptarët. Edi Rama ka llogari të mëdha për të dhënë këtu. Edi Rama po pengon drejtsinë të kryej funksionet e saj. Ushtron një presion të jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese. I ka bërë ata të zezët atje 9 gjyqtarë sa janë që flasin me vete, se s'din nga t'ja mbajnë.
të zbatojnë ligjin apo të zbatojnë urdhrin, sepse Edi Rama akoma vazhdon me metodat enveriane të dhënies së urdhrave, jo të zbatimit të ligjeve. Edi Rama nuk njeh ligje, Edi Rama njeh vetëm urdhra, do bëj si kështu si të mundot dhe pikë. Dhe si kundër shohim, ka bllokuar gjykatën kushtetuese, ka bllokuar veprimet zbatuese të Byros Kombëtare të Hetimit dhe të SPAK-ut. Edi Rama është thjesht qartë dhe sakt një diktatoruc që shfrytëzon rastin që Shqipëria është pa burra, është pa djem dhe nuk ka kush të ngrihet t'i vërë, t'i tregoj petkat edhe të qërohet nga pushteti. Në këtë rast, çfarë llogarish konkrete ka për të dhënë Edi Rama në raport me drejtsinë shqiptare? E para që nuk I ka thënë shqiptarëve me ligj pse e mban akoma në pushtet një ministre që është e akuzuar, e pandehur, edhe e mban akoma në detyrë dhe nuk lejon drejtsinë të bëj punën e saj. Çfarë doni më tepër? Krim më të madh se ky, çfarë doni? Zotëri, Edi Rama është kriminal, po ua them pas fare dhe ta dëgjoj, dhe e di që ai e dëgjon. Ai mbron Hajduten. Pse e mbron Hajduten? Mbron Hajduten se Hajduti ja ka zënë atje ku zihet burri ngushtë Edi Ramën. Dhe Edi Rama nuk lëvizon. Do Edi Rama do ta mbaj fort atë balluken për aq kohë sa t'i shkojë, po nuk do t'i shkojë deri në fund, sepse në fund fare po vazhdoj gjykata kushtetuese ta mbaj akoma atë balluken, mos jap okay që ajo t'i nënshtrohet drejtësisë, atëherë do arrestohet dhe Edi Rama bashkë me ta. A nuk mendoni se gjykata kushtetuese duhet ta kishte nxjerr vendimin teksa ditën e nesërme pra më 28 janar Këshilli I imuniteteve dhe mandateve do të shqyrtoj kërkesën e SPAK-ut për t'i hapur rrugë ose jo arrestimit të saj? Pikërisht këtë thash dhe këtë po them prapë, është Edi Rama që pengon gjykatën kushtetuese, është Edi Rama që nesër në datën 28 do mblidhet Këshilli I mandateve, do japi urdhër atje, do të rri aty me çekish në kokë, do bëni këtë që them unë se s'ka, dhe mjerë ata gjyqtar, mjerë ata deputet që po I nënshtrohen diktatit e Edi Ramës. Unë u bëj thirrje gjyqtarëve dhe deputetëve, nëse shikoni që nuk e përballoni dot, ta riformuloj, nëse jeni të pasëm në ndërgjegjen tuaj zotërinj deputet dhe gjyqtar, që nuk I keni lyer duart me pislëqet e Edi Ramës, jepni dorëheqje dhe mos u nënshtroni atij. Ndryshe, ju do jeni bashkëpunëtor me Edi Rama dhe do dënojeni një lloj si ai, se drejtësia do vej në vend, ka mbaruar ajo punë. Drejtësia do vej në vend. Edhe ajo ballukja do arrestohet, edhe Edi Rama do arrestohet, do jap llogari për çka vjedhur e çka në vjedhur, për çfarë urdhra ka dhënë dhe tendera që janë bërë, edhe vjedhje që janë bërë. Ka filluar krisjet në tunelin e Llogaras. Kanë filluar çarjet në tunelin e Murrizit. Janë rrëzuar rrugë gjithandej të ndërtimeve dhe të tenderave që ka dhënë kjo zonja. Këta ndërtuesi, këta oligarkët që kanë bërë tunelin ose tunelet, pse nuk I arreston prokuroria, se ka faktin konkret. Vepra e tyre, puna e tyre ka dështuar, atëherë quhet sabotim, atëherë ata duhen arrestuar dhe duhen gjykuar sipas ligjeve të shtetit. Fare nuk merret njeri me ata. Fare. Pra, kjo të regon që janë një grup I strukturuar kriminal, oligark, politikan, drejtësi dhe kryeministër. Pra ndaj them që sado që të vonoj, sado që të zgjatet agonia e Edi Ramës, Edi Rama do shkoj se s'bën pra pa hekurve, bashkë me balluke. Ai vajti në Izrael, sikundër e thash, që të mundohet të hyjë nga penxeria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do hyjë atje. Arrin deri aty shiko qa servilizmi dhe çfarë, sa I pështirë, sa I njeri, kur shikon ato I thot, do të bëj që mos I dashur bi, kur I njëre vesh. Ti mbijetoj gjykimit tënd plotësisht I vetëdijshëm se jam thjesht forci I dytë në botë pas presidentit Trump. Ore, është serios ky burr, more. Ka një pikë serioziteti ky, ka një pikë burrërie, por ku ka burrë, këto mi burrin ta gjej Edi Rama.
I dinë mas së gjithjetëve se një ajdut, një kloun cirku. As një gjëm tepër. Është tamam kloun cirku. Kush I ka parë ata klounët e cirk në përcirkje me atë hundën e kuqe, nga ata është Edi Rama.